Drejtuesi politik I Partisë Demokratike në Qarkun Shkodër Luciano Boçi ishte I ftuar mbrëmë në emisionin Tonight në Star Plus Televizion me gazetarin Erzen Koperaj. Ecuria fushatës, pritshmëritë dhe sfidat ishin temat e diskutimit. Luciano Boçi u shpreh se do t'jap dorëheqjen nëse nuk do të realizohen premtimet e Partisë Demokratike. Kjo është paketa jonë, thash. Dhe afati jonë për të realizuar besimin ndaj jush, që ne po e kërkojmë, se është bezë dhe besim, është që në 100 ditë ne realizojmë të. Në qoftë se ne, unë si përfaqësues I Partisë Demokratike, në rastin që do ta marrim drejtimin e pushtetit, nuk realizojmë, unë vi pas 100 ditësh dhe këtu para jush jap dorëheqjen si deputeti I Kuvendit të Shqipërisë. Në maggjorancë. Është bast pak I... Jo, s'është bast, jo. Mëtej Boçi foli edhe për gjuhën që përdor kryeministri në fushat. Pra, qasja jonë, më thënë, tepër angazhuese, e vërtet dhe e drejt dhe qasja I këtij kryeministri që bën këtë tallava. I drejtohet 15 vjeçarëve me ato gjoja batuta, në fakt nuk janë batuta, ato janë nuk e di çfarë orientimi dhe çfarë modeli mund të japi një kryeministër tek një adoleshent që orienton që të hapi nudizëm apo të hapi qofshin tot kryeministrit apo dikujt tjetrit, ndërkohë që në një rrjet siç ishte TikToku që ai gjoja mbylli për shfaqje të tilla, tani është vetë ai tiktokeri origjinal që kërkon që njerëzit merren me atë. Tani pse e bën Rama se ka një gjë. Ky Rama është I pasgjuar, ose ai dikush që më dëgjon thotë, Lucianos nuk bie dakord me mua. Rama e ka dhe strategji, shkëlqen. Duke ditur që nuk mund dali përballë një programi të Partisë Demokratike, se unë mundua dhe të kopjoj disa gjëra, testoj, tha paga minimale dhe pensioni, nuk mori feedback, sepse është e vërtet që bën anketime, por nuk I dalin ashtu siç I thot, dhe tani përdor strategjinë e tërheqjes së debatit dhe ligjërimit politik tek sharja, tek batuta, tek pjesa e banalitetit. Drejtuesi politik I PD në Qarkun Shkodër kritikoi spotin e kandidatës së Partisë Socialiste Edona Bilali që sipas tij duhet hetuar nga SPAK. Dramatizoi shumë situatën, po dramatik ishte si klip. Në fakt unë jam shokuar kur e kam pas mundet një ide politike të kaloj nëpërmjet këtyre koncepteve tjetës. Ka forma tjera shumë të gëzueshme, shumë të bukura. Aq më tepër që është në kundërshtim me kodin zgjedhor, përdorimi I fëmijëve dhe përdorimi dhe I pjesës administratës dhe ka një nen e kodit penal 238.A që dënohesh me deri 6 muaj deri në 3 vite burg. Nëse ti I përdor këto element, është I shkruar e zeza mbi të bardhë. Madje natën 238-aja ka dhe dënimin e veprimit kryeministrit kur I bëri thirrje qytetarëve që nëse nuk votoni Partinë Socialiste mos dilin zgjedhje. Nëse një zyrtar I lartë bën thirrje për të mos votuar qytetarët dënohet me kod penal. Dhe nëse SPAK-u sot kërkon të gjej krim zgjedhor, ka 2 raste të krimit zgjedhor që ka ndodhur këtu live, sepse është postuar, është fakt në rrjetet sociale, është fakt deklarata e kryeministrit dhe Rama duhet ishte thirrur me urgjencë për krim zgjedhor në SPAK sepse e kap kodi procedurës penale dhe është zyrtar I lartë dhe duhet japi llogari SPAK. Boçi foli gjithashtu edhe për listat e kandidatëve. Sfida ime ishte shumë e thjeshtë. Në listën tonë ka përfaqësues, do të thënë autokton nga Shkodra, me mbiemra ishte libri I Bushatit, mos gaboj, familjet e vjetra shkodrane, dhe kam gjetur 2 mbiemra të shkruar Kopliku dhe Hoti.